Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na thot فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ai i cili punon sa një grimca atomi, do të thotë të mirën apo për të mira, ka me pa tek Zoti. Po ashtu edhe ai që punon këqija, do të thotë sa një grimca atomit, edhe ato ka me pa tek Zoti vet. E tash këto të mira ose të këqija që i punon njeriu, do të thotë sidomos të mira tash bazohemi masi e kemi muajin e Ramazanit edhe është një filtrues i të këqijave dhe në fakt kërkon prej neve që të shtojmë sa më shumë të mira. Po Ramazani tjetë i cili na jep shtytje, do të thotë na mundson që t'i shtojmë ato të mira, që t'i përmbahemi pastaj mas Ramazanit më shumë atyre të mirave. Ajo që ka më shumë t'i kërkohet edhe për atë mira është edhe sinqeriteti. Do të thotë që njeriu t'i punon ato me sinqeritet. Në qoftë se sinqeriteti i mungon njeriu të ka mundësi me shku 40 vite në xhami, me fal namazin, mirë po namazi i tij mos më ndiku as pak në jetën e tij. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazi do të thotë na largon nga të këqija, apo nga ato që nuk kanë dobi, nuk janë të mira. E tash paramendoje njeriu i cili falet 30, 40 vite, 50 vite falet, është në namaz, mirë po jeta e tij nuk ka ndryshuar. Atëherë raporti me namazin nuk është i mirë. Nëse agjerimi i cili është tash duke qëndruar në mesin ton, edhe ne e përjetojmë, edhe jemi akter të tij, do thotë mundohemi me agjeru. Nëse pas Ramazanit nuk e vrem ndryshimin tek vetët tona, atëherë është në pikpyetje njeti ynë ose sinqeriteti ynë në raport me namazin, në raport me Ramazanin, në raport me njerëzit, si silemi, sa i përmbahemi detyrave fetare, në çfarë mënyrë do të thotë janë veprat tona karshi Allahu subhanahu wa taala. Prandaj sinqeriteti në rand parë. Karshi Allahu njeriu e dikton atë mirën edhe në trupin e tij, edhe në sjelljen e tij, edhe në raportin e tij. Edhe kur e fal namazin, sikur se thotë edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush gjendet do të thotë tre tipare, ai ka me shiu namazin, do të thotë që Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij jenë në rendin e parë, në aspekt që njeriu t'i përmbahet fesë që e dëshiron atë punë që e bën. Dëshiron atë punë që e bën, do të thotë që me urrejt largimin nga feja islame, mos më kon pishman që pse unë jam musliman që tash bota moderne është më ndryshe, po turpënohet që e musliman. Jo, me urrejt kthimin në kufër, sikurse që urren do të thotë që të jetë i gjuajtur në zjarrin e xhehenemit. Edhe me dash njerin për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe jo për interes. E na për fat keq do të thotë kur tash dashnia mes neve më shumë lidhet për shkak të interesit. Në momentin që largohet interesi, përfundon shoqëria që është një humbje e madhe në përgjithësi.